Hajdini me neve të knoqëm bashk. Po blek, Përshëndetje miqtemi nga unë Dorontina. Sot ju prezentoj fshatin Pestov, komuna e Voshtres. Me të përmend këtë emër pak a shumë e dini se për çka njihet fshati Pestov. Ky fshat ka pozitë mirë gjeografike, banorët mirën me bujqësi dhe blegtori. Fshati Pestov mirët me kultivimin e patates dhe të kumpiri. Hajgore po boj, patate, kumpir, si të doni thoni, përveç kësaj, po ashtu edhe me kultivimin e grurit. Unë jam krejt në fillim të fshatit, përballë kam shkollën, po vazhdojmë me hy drejt fshatit edhe me po se çfarë banor janë, se sa janë mikpica, për çka njihet fshati, etj. Hajdini me neve. Pra me qëtemi si që ceka krejt në fillim të hymjes, banorët e këtij fshati mirën me bujqësi dhe blegtori, me që jënë shumë punëtorë dhe gjallnika. Unë po besoj që krejt kom e i gjetë në përora, të u merë me kultivimin e patates, edhe nëse i gjenë e përora është shumë e ma e letë për mu që me zhvillu dhe me ecë emisioni sa ma mirë, për shkak se po besoj që kanë me na i dhonë një 2-3 informacione sa i përket këtij fshati. Me qëtemi, përballë e kam edhe xhamin e bukur, edhe kur e kam xhamin e cekun në çdo emision që dita më shkon mbare mirë, edhe po vazhdojmë tutje kemi marketing këtu, nuk po provoj me hy, por që nëse gjatë rrugtimit tim sa i përket fshatit Pestov nuk arri me nxjerr informacione, automatikisht në market keni me po. Edhe ashtu i shkon disi se edhe jemi në fund për shkak të emisionit edhe lodhem pak edhe normalisht duhet me u fresku. Po duket një fshat i mirë, thuja si qytet, po më e pat përshtypjen, thëm drejtën, lëvizjet e automjeteve gjatë gjithë kohës, çka pash banor deri me tash jo përveç fëmijë, ndoshta tu shkon në shkollë se tu u kthy prej shkollës se do po shkojnë, do po vinë tash s'po ja u di orarin, po besoj ndrimi para ditëve që ka përfundu, tash ndrimi mbas dite. Ne kemi me tentu me nxjerr sa ma bukur në pa fshatin Pestov, por edhe me gjetë sa ma shumë banor, sa i përket këtij fshati, por që urojmë dhe shpresojmë në mirë kuptim. Ai zoti i shtëpisë! Ai një kësajde! Ka more knej? A mundesh me ma hop diren? Gji, selam! Aleikum selam rahmetullah. Apo me të fola jo me dur? Së gojlo me dure pa dure. Si je? A je Që, mirë? që shenë ju? Mirë, faleminderit. Qysh po kalon? Po mirë. Jo, mirë, familja mirë? Mirë. Ka i të shku në xhami? Za. Jo lumt. E ju? Na, mas xhami. Shajnë do, ne hajde në xhami edhe do ma mirë. Po, vallojnë, e drejta rregulli shkon edhe në xhami bashkë me juve. Ma mirë u bjen. Qysh po kaloni? Qysh është jetesa në fshatin e ju? Qysh? Qysh është jeta në fshatin Pestov? Për çka njihet fshati? Mirë. Me çka merren banorët? Unë s'kom ngashtu me zgotë se voshpi. Një minut, procent. Nuk është keq. Ashtë fshat i mirë? A? Ashtë fshat i mirë? Mirë. Banorët me çka mirën? Mirë me bujqësi, mirën me tana edhe me punë edhe gjithë. Po, a njihni me gjithë? A? A njihni me gjithë?
banor? Jo, Allah, me gjithës, unë e ju nalë që të për mija sonë. A jeni të ndomë Në vesë në gjami që të i një dhe shka vinë. A, po, shumë mirë. Ani po ju përshëndes? Faleminderit, Zotit edhe t'ja ju me luft përshëndetje. Mirëmbëçi. Amin, amin, faleminderit shumë. Vazhdojmë me qëtëmi rrugtimin mirë dita drejt fshatit Pestov. Po e di, po qërë edhe nëse nuk ja di emrin e m'gatruat sot emri fshatit, thëmë Qio chips, ose patate, jemi drejt fshatit patate. Vipa chips, au! Nejse, tash jem të i po edhe disa banor që jenë të orë drejt nesh. Unë me dëshiri kisha gjetë krejt në përora të punu masi që edhe veç njihet fshati si punëtor gjallnika cilë të miren, si që thash edhe ma heret me kultivimin e patates si dhe të grurit. Përshëndetje! Si jeni? Shëqër zotit. Elhamdulillah zotit. Shëqër. Familja mirë? Valloha mirë, jo bash mirë, veç mirë, elhamdulillah. Jo? Mirë. Si po kaloni? Mirë, shumë. Sot kemi dalë në fshatin ju, më falë për syza. Hajde ma që mirë shumë. Sot ke... Se po na shojnë. Po metni pa mu. Sot kem dalë në fshatin e ju më nga të regu sa i përket fshatit Pestov. Hajde që ke i syza se Qishka shë. Mirë është, fshatit Pestov. Ja, mirë shumë. Pari me punu në Kosova për patate. Punëtor janë shumë, po shumë edhe ka një ke kanë lënë. Pse e kanë lënë, ka diçka që i mungon në fshatit? Mas pari jam ju ikë. Edhe punën e vetë së të janë. Shkon me punu në vip, atë në s'punën. A në dhëtë me punu. I yti kur thu, kush është taj ma konkretisht? Gjalli? Shku me punu... Në vip, a? E pse të ju? Ma mirë atje. Të është ta nuk i ke pagu me regulla. Jalla përti. Edhe apet merë ma shumë gati, apet për mi, se ati. Boba, ndresh është. Përshëndetje interrumpi. A ka diçka që i mungon fshat? Vallo e këtë, shkollën e këna në ndërtu vetë. Par vjetë e kanë hjekat lokalë, këtë. Dhe më thë ju banorët e keni ndërtua? Këtë vetë e këna, si gjamin edhe t'hujt kanë dhonë veç, edhe na gjamin. Edhe rrugën që kur kohën gjithë e këna shtu vetë. Po tash shëqyre kanë shtu, apet kanë me shtu. A njeni me gjithë banorët? A njeni me shumë sveti? mirë, tash të rritë jenë zbut, hajë më zëma, keq hajë. Sikur më konë një familje. Po thu mira? Po, vallaj. E pse tha jenë zbut të rritë, a nuk keni konë në viteve më heret zbut ashta? Ka të le farfisi e natë, tash në mas lukë. Ka s'ka ndeti? Ka përru atje dëshmëve të lutë si kanë ratë. Ti kun këtë kanë përru një vend 20 banesa i kanë. E tash me këta banorët, a shkoni me zveti? Krejt, si me ko një familje. Sa mirë. Ju me që mirëni me kultivimin e patateve grurit, a ndodh me ndihmu kujshis? Valloj, kush ka nevoj, unë ashka e marë truji, po unë i kom 3 traktuara, pas ka nevoj, veç tënje i kem mjetet e, gjithë kush bërnën i ka mjetet e veta. Veç ka dhe që limojnë, kush nuk ka, se jo. A është e vështirë kjo pjesa e punës që e bëni ju? A keni vështirësi? Nuk është dhjë veç, po ka defektet, që për si vjeti ka rogë pak një farë më razi ka rogë. Tani i rogë edhe një farë smuje, basrë i thonë, edhe ato problem. Tani është edhe një flutër, vjenë që ato i bën shumë dëmë tënë, në dhej dëmë tënë. A përdojni diçka pesticide, diçka që me imblojnë? Ska kush ajo ato që e dëmë tënë. Se hinë futet, dhej bën vezet edhe aty me një rani si linë, vazhdojnë dëmë tënë shumë ajo, dëmë të smëdoj. Ju apo punoni bashkërisht këtë familja? Po, valloj, jo, veç unë, se një është në Sloveni, një qytet. Nusën e ki? Nusa ka kërshpinës se 15 muaj. Nuk është mirë me shëndet? Ja, epilepsia dhe... E kur mirë me shëndet? Mirë. E vem një shkeputje e zoni, Zoti ja u pranoft, faleminderit, shumë i nderuar. Shihim bavakim vase. Shihemi me të Unë jam këto. Unë kom eksploru fshatin mandej, ndoshta ndodh takohemi prapë. Gjithsesi faleminderit shumë. Me të mira. Erdhëm edhe tek pjesa e dytë e fshatit, do të kalum një bukur rrugë. Jem të i po, sa shtëpi jenë këto 4, 5, gjithat njëjta, po besoj që këto jenë të mërgjimtorve. Pas kanë edhe marketin,
s'pohim, i dyti market, apo? I dyti market më fshatin Pestov. Ka disa rrugë interesante ashtu, por që përsi nuk ka gjarpen. Thët mi ka shti. Prej gjarp në aftut nane. Po vazhdojmë kështu ondja, në rregull. Sheni pra, gjithandej ka rimarkjo se unë thëm drejten, shumë reale po bona prokolicë ma kanë mësu. Prej që që di diçka, por që rimarkjo për juve që e dëni gjuhën standarde me ja u folë. Normalisht në gjindem fshat edhe nuk mundem këto me orë së zyrtare me ju folë dhe me gramatike se kemi banur prej me të ndryshme që edhe ndodhë që si kuptojnë, ju ndodhë po shumica dhe nuk i kuptojnë, kështu që sa ma e thjesht po mundona dhe sa ma e kuptushme me qenë me banurt. Vazhdojmë tutje, po duket një fshat me lëvizje gjatë gjithë kohës, një pjesë ma herët shkun në xhami për falje, por që dhe automjet në lëvizje ka. Po na bjena i shtyllë elektrike. I pas kanë edhe mini kontinierat. Do thotë se cila shtëpi e sheni sa bukur, rregull që nga në këtë fshat, përveç që e kam atë përshtypjen se këta që janë shumë punëtorë dhe gjatë gjithë kohës ndoshta janë në për ara, por që edhe fshatin e pas kanë shumë mirë. Oj, zoti shpis! Dyrti pas ka tapun apo se di, a mund të me gjithë dikon? Oj, zoti shpis! A mundet me konë dikosh bre? Mos delnë ka mirë. S'po shot dikon. Vazhdojmë. E kisha bo dhe një shkeputje për shkak se momentalisht nuk është që kom diçka që ja vlen me komentu përveç shtëpia. Diçka tjetër nuk është që po shoh. Rikthehemi përsëri. Oj, zoti shpis! Çfarë rregulle pas ka në barë. I lumt ju ka të thash këta dhe pse punojnë gjatë gjithë kohës në përora edhe fshatin e pas kanë nivel. Po bujnë fëmija, kështë këtë për kënaqen që po ja livdoj fshatin. E kam një publik të tërë prapa kamerës. Këtë publikun e lezetshëm, mosha nër 18 i kam thuja se në çdo fshat. E keni pa dhe ju që prej zhurmave ndonjëherë asone nuk ndëgjohem mjaftueshëm, por që këta qenë kanë shumë të kulturum, edhe ju thash as edhe një zo, edhe ashtu po mbet nuk po ndëgjohet, as nuk po flasin. Është e pamundur në çdo borë mos me qenë një traktor, po dihet këta shumica do thotë i mbojnë familjet me kultivimin e patates, grurit, e tjerë të thirrri. Oj, zoti shpis! Sa shtëpi e lezetshme kjo. Sa është e mërgjimtar, diç po ju po mani. Ju, okay. Oj, zoti shpis! Siguri tash janë edhe në xhami, por edhe këtu ka të thirrri. Këta kretjen e për ora, po mja u gjetë orat. Vazhdojmë. Emisioni quhet Katuni jem, unë i thëmë ko marrë vizit në fshatin e juve. Ashtu më pëlqen vetë. Emisioni jem është qysh du i thëmë, qysh du e realizoj, apo jo ondi. Ondi s'ma prish. Vazhdojmë me qëtemi, momentalisht fshati është shumë i qetë, por që ne gjithsesi do provojmë deri në fund që me nxjerr sa ma shumë informacione, me nxjerr sa ma shumë pah njerëz të mirë, qelter pozitiva, për shkak se të thëmë drejtën realisht me fillimin e emisionit, kur nuk unë pas pritshmëri që ko me kalu kaq mirë, që ka njerëz ende kaq të mirë, se di pse një ku ngulfatem nga njerëzit negativa, njerëzit toksik, e tjerë, edhe thësha, thëmë drejten, thësha jo mërë se adin, kur të shkojmë fshate, a nejkni, mos nuk po më presin, a diçka, por që ma të kulturum, ma të mirë, edhe ma të butë, sa që mendja nuk ja u merë, e mirat kësoj që emision është gjithmonë spontan, asë një herë nuk shkoj me skenor, kur hiq. Oj, zoti shpis! Ashtë mërë dikush të?
Shku? Po, ta mbrondi se sot është e kotë. Me trokitën këtë fshat në përdyrë për shkak se nuk I gjinë këtu. Nuk kanë ko me nejtë në salon këta, punojnë, gjallnojnë. O sa nëzete kemi. Plasem nga I nëziti. E bëjmë edhe një shkeputje për të kalu në pjesën e tritë. Këtë fshat, gjithandej e ki logon Vipa, Vipa Ensori, Vipa Autolorja, Vipa, kretë më thonë, kretë VIP bre janë, kretë VIP. E përshëndesëm deri me numrin 32, duke që emergjimtorit ishte, nga jetë që kam thanë këta femi të lezetshëm. A I mbushëm derivatet. Qeni. Am hanë qeni? A shazdotet që të më këqyrë. Faleminderit. Tash është momenti me provu me hynë në një shtëpi, për shkak që nuk është që ka dhe aq lëvizje të banorëve. A mund të pas hymen kësajte? Ondi po thot gjithsesi. Përshëndetje! Haj moj Dorontin ka të qënë zoti edhe ty. Bismillah rëm në rajmë tek në një dovë. As vetëm të e ditë ku jem të hinë. Hej mëre ka në hinë. E të mërë se po këthejna. Po këthej, më kanë trokit, më kanë ponë kam i. Hajgore po bëj. Ju e dini që une gjithka hije, dalje, kështu që nuk e kam problem, por që na po provojmë tash kësaj rrugës drejt, mendova që ka na I hymi aty, më duk interesante, ti është përkurreshtje hyna, por që në çdo familje tash jam prezente, jam e dashtme, edhe më hynë në barë, ani kur po më thojnë banorët prapa kamerës, po ti si në shpitoni, në salon, as mos na kallëz, as mos na fol as heq, ti këtë në shpitoni jeti I mot rajon. Ata I kam zemër, ata banorë. Traktura, hej, Rakovic, kujna I thojnë bre? Trakturit ma. Ja, Ani të ngjyren aty ja bojnë. Qëtë jem të e po një shtallë, po vjen ira. Këtë veç punëtor kish. Aj, zoti I shpis! Po të ardhjem vallojnë. A dëni mësafir? Përshëndetje ndërru, si je, I mirë. A ka nevoj më prezentu? Po mërë. Dorontine. Hasan Kasumi. Na vjen mi, apo mje? Vesh në për intervju që të kemi pa që të në përmes Qatë më në gjiratave që pimani në përshata në përshata, falimderit që këni gjithë ko me ardhë. Është knaci ndërru. Edhe pak në epi një farë respekti ko gjatë, mirë. Po valloj, me ca s'pju kapim ju puth. Ma respekt, po di qysh ma shumë. Ja, po në epi një farë, qysh më thonë, një farë... Komoditeti. Pa normal, pak ma... Afërsi. Kem pak Na qef. jemi shqiptar. Ja, kem qef pak edhe me orë më në vizitu dikush ka një herë qështu. Po valloj, edhe po knaqe mu hape. Kanë qenë pak më heret, po qështu që. Opa, mashallah. Që. Që. Po këto veç punëtor, po. Kjo është firma jonë, Sa kreri I kindër? kam 17. Mashallah. Mashallah paç. Apo mendon me zgjeru? Ja, po është veni këtu ku nuk është veni në për shtolla këtu. Tu është veni për prodhim patateve. Po. Kjo është fshati patateve, nuk është Sonte ku me po nërvesh patate. për me. Po, vallaj. Valla po veç. Edhe na përpara jemi mirë me këtë gjë shumë me tu tash. As nuk mirëni ju me patate? Ja, jam që hine për puna. Shumë. Une me qëtu edhe të këqyrën kush pja del ma lete, ma shmire, ma kalle. Po, ndërum si të është qëllimi I mirë edhe Zotit në ndihmon. Amin inshallah që. Inshallah. Mashallah I pas ke mojtë shumë. Lëp. O, lëpët e mija, ma të mira për katone. Edhe lupa, a përshem, ka respekt. Kjo është mundi joni. Po. Dhimi është I popullit Kosovës.
Qështu? Se mu e gjithë të nuk më shkojnë. Kupton? Po mënohem ta mojmë vendin që nga ka hije. Fiks, për çka njihemi? Po normal. Qajo, apo është ndërrume e vështirë kjo pjesa, se normalisht dëm bukur punë të madhe. Jo bre nuk është qaq edhe qaq ku me ditë sa. Po thua. Vallai jo. Mu më duke që jo. Ndoshta që e bën me shumë dëshirë. Ka gjaj kam të qysh jo? Shumë. Shumë, ja pak për shumë. Me siguri zgjohesh në po gjashtë. është. Jo vallai. Besa. Në gjashtë ki qka lyp këtë. Besa. Me la po 5, diqka 5. Qashtu. Mirë shumë. Këto- Apo mundet me të ndihmu dikush a veç vetë? Po, kur vinë ata djemë mas dite, unë i kam para dite. Shumë, me ndrime. Po me ndrime. Normalisht. Sa i përket fitimit qumshtit, që shbot mjelja, e bëni me dur apo me mjetet? Ke mjetet qiknej. Ha, po, super. Qiknej janë ato Shumë mirë. lantefrizi i grëmëllimit E di që është, e kam pa. dhe macinat qështu. Ako kalojmë jashtë mos të shqetësojmë. Jo mre, po këto nuk qetësohen. Jenë shqetësojmë. Jo, po këto kanë qef kur të vjen dikush me vizitu. Përshëndetje! Kur s'pas na po? Përshëndetje! Ja, po mirë vallai. I nderuam shumë mirë. Isha të pyet këto fitimin që e ki prej këtyne, a e ki veç për familja, a e dorëzoni dikon qumshtin, Po, jena produktet e tyne, po më interesojnë. jena që me njëherë mas luft e gati me bilmet. Bilmetit e dëzojmë, vjen e merë me kamion. Shumë mirë. Nuk kem problem, as me pagesa, as me... Sa ta me juve, Jo, mëre, na se e jem- ka të freskët. Na jem të rregull. Ata se di çka janë me neve. Edhe ku po do ma mirë, ja u jep qumshin e freskët. Po valla, po këto është toze, këto është bio. Kjo është sen bio. Mos të harroj me të pyet, apo keni hapësirë për kullosje me i qitë jashtë, Valla, a i qetë përkollose jashtë? jo. Të më thonë, që heri mboni, Non stop mrena. Qaj është pak ma problem se përpara kemi lëshu, po tash është rruga e ngarkume me automjete, me Normalisht, janë kere. të rrezikume. Vallaj po. Po i pasha zotin, gjinja, po kem problem s'min në shkollë. Po dohet me shku, me i qu, me shku me i marë, me i pruse, kere, ngarkese madhe. Edhe faktikisht, qaj është pak ma problem që për tu kanë nevoj me dalë. Këtu fshat jo po si qytez edhe automjetin lëvizet gjatë gjithë kohës, po kesh edhe nuk i faj që e keni atë kujdesin e shtumë ndaj Pasha fëmijëve. zote po, vallaj po, se po dohet. Po, qa po më pëlqen që hapësira këtu në shtallë është e hapme, e pas ka ndryqimin. Të non-stop, edhe natën, edhe Shumë ditën, miza nuk ka, ashtu, është Duhet qetë. që jenë të rrezikum diçka me ju hyna i sen këtu. Valla veç në orë si ne arusha, ne... Po qa jete? Po jo, s'kan dohet. S'kan dohet, kur, jo. Zotit i rujt, e ti shtot. Faleminderit, gjithashtu edhe ju. Ishte shumë knaci ndërrumba, përshëndes. Faleminderit që keni gjithë kohë me Ishte ardhë. knaci ju në gjithmonë. Edhe ju mirë se vini. Faleminderit Këto shumë. është një fshat që gjithë janë punëtorë. Po. Edhe dojnë punën, edhe punojnë punën. Kur ta dosh një punë, donë edhe puna. Normalisht. Na punën e dojnë, Feks. edhe punojnë. Këto shkojnë anasjet Jo, po valla, këto nuk njohin, nuk njohin parti. Tu me parti s'ka. Tu ka me punë, Feks. edhe me njerës, edhe me mund. Porja halal. Mrapa nuk ka, veç për para. Shumë. Po është veni që këto veni për shtolla, veni është pak ma mbyllur, pak ma ndrysh, mirë me tjera sene, nuk mirë me këtu, po ideja bashortja ka pas qef, edhe në bashkë saj i kemi Shumë. bo që tu tash me që tu mirë, nuk o keq. Ja u pa fshitoj. Faleminderit shumë që keni gjithë ko, përshëndesim gjithë ata që na shiqojnë, po edhe ata që s'na ndigjojnë, inshallah, tjetër herë shihemi. Edhe ata që na kritikojnë, ata dhe ma shumë i përshëndesim. Jo mërë, nuk na kritikojnë kërkush se kërkush s'pe kritikojnë. S'ka dert. Wallahi. Nuk është mirë me të lirë, ndëgjëm, më falë që po të ndërprej, nuk është mirë me të livdu krejt. Do të pas atë pa kritika. Të na, Ka inë kjo një... shumë interesant se
Na pak bre me i noti jem pak ma shumë i natë bre. Ma mirë është me qitë vendin për para, i natin me lu mbrapa. O, çfarë fjallë jemi e meriton edhe njërë. A, o që ashtu? Po, vallaj, gjithë kom e mojtë mendë. Jo, po, qëre, me i nati, do të me punu, me gjallnu, a mendja e shnosh, kush bë keq? Unë e thëmë gjithmonë. Bën keq a njeri që nuk din. Po. A njeri që din, ka edhe aftësi edhe ka shkollë, ka punë edhe drejton edhe të mëson. Malisht. Po kështu se di. Shumë mirë ke folë. Shumë e vend t'lum. Faleminderit shumë. Hajde. E treta e vërteta. Hajde, faleminderit shumë. Ikem. Faleminderit shumë i nderuar. Mirë se ju gjejmë e herave tjera kena me pi kafe për shliri kështu. Je që tash se i kemi përfundu. Na kanë qaroz vallojnë. Po, na kanë qaroz, faleminderit shumë për juve. Mirë mbeqi. E falenderoj edhe njerë për zemërsisht këtë banor të mrekullueshëm i cili na i dha ca informacione, por edhe na tregoj diçka ashtu mes rreshta për ata cilët e kuptojnë jemi në rregull. Vazhdojmë. Thuja se jemi në fund të fshatit. E sheni sa shtepit e bukurat lezetshme këtu një koqe. Se di pse më pëlqejnë shumë këtu format shtepis. Hajto ndim një fokus. Unë po du me shfrytzu për pak ku këtë traktorin, por më shumë po du me shfrytzu edhe energie për shkak se e kemi bukur në zetë. Unë po më pasha zotin. Veç 5 minuta, a bën? Edhe 6, faleminderit shumë, si jem të e bo dhe mbylljen. Do më thonë, më dzonën me pelë për dore, po s'ka dertë. Miqtë e mi, ky ishte fshati Pestov këtu në komunën e Voshtërës. Këto ishin gjitha informacione që na i dhanë vetë banor saj përket këtij fshati. Jetesa, ballafaqimet, sfidat, si në çdo fshat, edhe këtu po ashtu, normalisht që ko. Ne do të shihemi në një fshat tjetër, por se ku, normalisht nuk e zbuloj. Ju vazhdoni të qëndroni me neve se çdo ditë kemi risi të ndryshme. Deri në takimin ton të ardhshëm, mirë mbetëshi!